Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në pikë edhe në këtë të martë ku temperaturat duken disi më të larta krahasuar me një ditë më herët. E them këtë sepse sezoni të pushimeve po I vjen fundi dhe kjo verë do të marrë me vete çdo të thënë të bërë mbrapsht për të kthyer në shtator një qasje të re që imponohet më shumë se sa kërkohet për të shmangur keqkuptimin e kërkuar miratimin. Në politik, gjithë vëmendjen e rrëmbeu takimi I kryeministrit në Pogradec me të tij, me batutat që lëshon në ekranin e televizorit ku shfaqej diella si ministria më korrekte e qeverisë. Në bulevard, pritet të shtohet pjesëmarrje në protestë që nuk e preferojnë dhe luftojnë Edi Ramën në krye të qeverisë, por kohët e fundit duket se prej vapës e zhegut edhe brenda sojit ka të njëjtën pakënaqësi që më herët përzuri nga pjesëmarrja formatet politike. Në opozitë, janë të bindur se dobësimi I Ramës I forcon më shumë pozitat e një partie që më të rëndësishme se moralin e kanë dhe e mbrojnë, madje e vënë përpara zullumeve për cilat akuzohet si bashkëpunëtor në qeverisje. Por përtej gjithë këtij realiteti, në rrugët e Tiranës, shumë kush që ecën më këmbë përballet shpeshherë me Redi Muçin, një deputet sa I ri, aq edhe I sulmuar për lidhje me oligarkët e marksistët e Arlind Qorrit. Unë kam dëgjuar në parlament dhe nuk mund të mos e dalloj mes të tjerëve, teksa mundohet të bëj drejtësi qytetare për të pamundurit. Sonte, Redi Muçin e mirëpres në program. Faleminderit Redi që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën, Erion, kënaqësi. Dua ta nis me pyetje direkte për të shmangur atë që përbën lajmin kryesor rreth jush, Redi. Ju jeni marksist? Sigurisht që jo, qartazi që jo. Dhe këtë e them nisur nga ajo që ne kemi shpalosur në zgjedhjet e vitit 2025, që ka qenë programi politik. Gjë që pakush për mos thënë që askush tjetër se ka bërë, sigurisht askush në ato përmasa dhe në ato detaje. Në 177 faqe mos gabohem apo jo. Pikërisht, pra, ku jemi përpjekur që të shprehim, si thua, ato ndryshimet imediate që për cilat ka nevojë Shqipëria, por njëkohësisht të shpalosim një lloj vizioni për atë se ku duam që të shkojë Shqipëria. Tani kushdo që ka marrë mundimin minimalisht të lexoj, le të themi vetëm hyrjen e programit, do ta kuptoj që po flasim për si thua, ekonomi tregu, madje I vëm theksin konkurrueshmërisë në treg, nëse përmendim faktin që ekonomia është në duart e oligarkëve, do të thotë se ka mungesë konkurrence, pra nuk bëhet fjalë për një treg të lirë. Sigurisht, duke qenë një subjekt I majt, I vëm theksin edhe rëndësisë dhe rolit që duhet luajë një shtet zhvillimor, që e quajmë ne, në ekonomi, në mirëmbajtjen dhe ngritjen e institucioneve publike, e shumë çka tjetër. Kështu që qartazi bëhet fjalë për një qasje të socialdemokracisë perëndimore, le ta quajmë, ose skandinave, dhe as pak të një modeli marksizmi, nëse do duhet të riktheheshim në shekullin e shkuar për të folur pastaj për mbysje të rendit kapitalist, nuk e di se çfarë nuk kuptojnë ata që na akuzojnë sikur jemi marksist. Pra, ata që ju akuzojnë, ju e shihni më shumë sikur e bëjnë me kast, nuk arritën të kuptonin programin tuaj qeverisës, nuk e lexuan ndoshta, apo duan domosdoshmërisht t'ju lidhin me një pikë reference të largët për t'ju përshtatur realitetit. Unë mendoj se bëjnë qëllimisht dhe duan pikërisht na lidhin me një të shkuar deri diku të dhimbshme të shoqërisë shqiptare, që është ajo që kemi kaluar, le të themi, në sistemin e shkuar. Dhe jam I bindur që e bëjnë qëllimisht, sepse siç thash, nuk vjen, le të themi, nga njerëz cilët janë të shkëputur nga realiteti politik dhe janë të paaftë të kuptojnë, le të themi, leximin e një programi politik, por njerëz cilët e bëjnë qëllimisht pikërisht për të influencuar qytetarin e thjesht, I cili ndoshta nuk e ka kohën ose vullnetin ose mundësinë fundja për të hyrë dhe për të lexuar, për të kuptuar tamam se çfarë është lëvizja bashkë. Është thjesht një propagandë, do ta quaj kështu, e qëllimshme baltosje. Megjithatë është diçka që me kalimin e kohës po kuptohet, besoj unë, nga qytetarët. E qartë, Redi, ju sa kohë keni në lëvizjen bashkë? Në cilin vit jeni bashkuar ju? Unë jam bashkuar që në nisjen e saj, pra që në momentin e ngjizjes së saj, le të themi, që ka qenë ngjarjet që pasuan 21 janarin e vitit 2011, kur le të themi, u bë një thirrje në rrjetet sociale për të mbledhur e për të diskutuar mes njerëzve të cilët nuk I kisha takuar kurrë më parë, dhe që prej andej pastaj shumë kush
u largua shumë të tjerë erdhën, u diskutua, u vendos për të ngritur një, le të themi, organizatë politike që quheshim atëherë më tepër për të qenë aktiv në le të themi jetën sociale të vendit përmes aktivizmit në kauzat studentore, në kauzat punëtore, në sa herë ka qenë rasti për shembull për të mbrojtur parqet, për të mbrojtur hapësirat publike. Dhe eventualisht nga viti 2011 deri në dhjetor të vitit 2022 kemi funksionuar si një organizatë, le të themi, aktivistësh. Dhe në dhjetor të 2022 pra pikërisht vendosëm që të ndërmarrim hapin për të kthyer në parti politike për të hyrë në zgjedhjet lokale në Tiranë, pra që u mbajtën në vitin 2023. E qartë. Megjithatë, për t'ju kthyer disi programit tuaj, unë e kam shfletuar, janë ndër ata që kam tentuar të kuptoj çfarë shkruani, më shumë se sa çfarë thuhet lart e poshtë. Por në atë program aq voluminoz, gjithsesi edhe un kam disa pikpyetje. Pra, kur shihja gjithë këtë sulmin tuaj ndaj oligarkisë, sikurse e quanit ju, të mirës së përbashkët, konfliktin mes kapitalistit, punonjësit, pse kapitalizmi është kështu apo është ashtu, dhe oferta që bënit ju për një Shqipëri më të mirë, më pranë atyre që janë në nevojë, më të drejtë ndaj atyre që kërkojnë drejtësinë, unë kisha përshtypjen, ose e krijova unë përshtypjen, që kërkohej një energji shumë e madhe për ta bërë realitet. Ju teksa e keni shkruar atë libër, më saktë sepse është i madh. Ai morët në konsiderat koston që donte dhe sa kollaj do duhej qytetari, votuesi, t'ju vinte afër ideve tuaja për atë lloj Shqipërie? Shiko, me të drejtë thej që idetë që propozohen në atë program janë ide të cilat kërkojnë një energji të madhe për t'u realizuar, për t'u kthyer në realitet. Dhe ne e kemi të qartë këtë gjë, sepse në një farë mënyrë që të reformosh dhe të në pikën ku kemi arritur, do thoya të rithemelosh qoftë institucionet publike, qoftë mënyrën e funksionimit të ekonomisë, qoftë drejtimin që ka marrë vetë ekonomia, do jo vetëm një punë kolosal, jo vetëm një punë të shtrirë ndër vite, por edhe përfshirjen dhe vullnetin, do theon, të një pjesë shumë të madhe të shoqërisë shqiptare. Pra jo thjesht vullnetin të shprehur në letër të një grupimi, të një partie politike siç jemi ne, por do duhet që përmes tij të bindim dhe të sjellim si thosh në anën tonë pjesën ndërmuese të shoqërisë shqiptare për të punuar dhe për të bashkëpunuar së gjithë së bashku pra drejt këtij vizioni, drejt këtyre rregullave të reja të lojës, le të themi, që parashtrojmë në program. Dhe sigurisht jemi të ndërgjegjshëm për këtë gjë, veç se kemi nga ana tjetër dhe bindjen se kjo është rruga e duhur që duhet të ndjek shoqëria shqiptare, brenda logjikës të objektivave që i ka vendosur tashmë prej kohë, do dhe qoftë kjo në integrimin në Bashkimin Evropian, qoftë funksionimi i tregut të lirë, siç e përmenda pra. Por nga ana tjetër edhe ndërtimi për shembull një sistemi të mirëfillt arsimor ose ndërtimi një sistemi shëndetësor i cili mungon funksionimi fondi pensioneve. Ju keni shumë kauza që keni ndjekur padyshim. Po mund të këtu të listoj gjëra gjatë, fakti që kemi pasuritë e nën tokës, nafta, kromi, bakri, mineralet e tjera, mënyra se si janë shpërdoruar dhe të themi shfarrosur ndër vite. Fakti që do duhet të jepet zgjidhje edhe problemit të banesës, pra që kemi ndërtimin e këtyre kullave që janë tërësisht të pa aksesueshme, le të themi, nga qytetari klasë mesme shqiptare, nuk po themi të pashitshme, sikurse rezulton sot që flas. Po, pjesërisht të shitshme për shkak të paraspisë që qarkullon dhe proces të pastrimit të parave që besoj do kemi dhe mundësi të flasim. Pra, një sër masash të cilat, si thua, do duhet ta riorientonin, do thënë unë, edhe mënyrën se si investohet kapitali në ekonominë shqiptare. Pra fakti shumë që s'kemi thuajse fare investimet huaja në ekonominë shqiptare është problematik në vetvete. Kështu që është një vizion i ri, është një vizion që ne shpresojmë se jemi, si thua, duke vendosur gurin e parë dhe që pastaj do shtyhet përpara përmes një konsensusi në shoqërinë shqiptare, pra nuk është një transformim që do realizohet nga sot nesër thjesht nga vullneti i mirë i lëvizjes bashkë. Redi, ju sot po provoni opozitarizmin, teksa jeni vetëm në atë parlament që përfaqësoni logon tuaj, me të drejtë nuk e gjeni veten të atashuar me të tjera logo apo interesa që gëllojnë brenda ulseve të parlamentit. Mirë po, sot jeni një hap
afër qeverisë, afër mazhorancës. Në këtë këndvështrim, a ju duken gjërat më ndryshe se sa dje kur ishit jashtë parlamentit në rrugë, teksa kundërshtonit, kritikonit çdo gjë të kësaj qeverie, mos ndoshta nga aty afër ka disa gjëra që për shkak të kushteve, historisë, momentit nuk bëhen realitet. Jo, unë nuk besoj, unë do thoja që në qoftë se nga pikpamja fizike, unë si përfaqësues i Lëvizjes Bashk jam më afër, le themi fizikisht kolegëve të Partisë Socialiste. Se mendërisht e di që jeni diametralisht të kundërt. Jo, po do thoya edhe këtë gjë që ka qenë edhe një zgjedhje e jona që të ndërmarrim këta hapra për të hyrë brenda sistemit, le themi pluralist partijak, për ta luftuar më mirë, le themi atë që është partia në pushtet. Dhe këtu fillon çudia, sepse ju në fundit po përballeni me një parti që është e majtë, përfaqëson të majtën shqiptare, por teksa shikon formën e qeverisjes që kanë zgjedhur ata dhe formën që propozoni ju për qeverisje, duket sikur nuk kanë lidhje njëra me tjetrën për të qenë të majta. Është shumë e vërtet kjo që evidentove Erion, pikërisht sepse qëllimi ynë ka qenë që të vendosim theksin tek fakti që në Shqipëri nuk ka realisht një parti të majtë. Partia Socialiste dikur ka pasur, besoj, brenda saj figura edhe që kishin, le themi, bindje të majta socialdemokrate. Megjithatë, sidomos pas asaj që quhet rilindje e saj, pra dhe me, si thua, ngritjen e një grupi të ri brenda Partisë Socialiste në drejtimin e Diramës, mund të themi se qartazi devijoi aq shumë djathta sa që tashmë ndonjëherë duket Partia Demokratike sikur propozon nisma që janë më majta se sa vetë Partia Socialiste. Kështu që këtu qëndron edhe rëndësia e hartimit të një programi të zgjeruar nga ana jonë, pikërisht për ta evidentuar këtë dallim, pra që kemi ideologjikisht, konceptualisht dhe në mënyrën e të bërë gjërave me Partinë Socialiste që pretendon ose i ka ngelur ende si thua titulli si parti e majt, por që qartazi nuk ka të bëj fare tashmë me qasjen e partive socialdemokrate të majta në botën perëndimore, le të themi kështu. Kështu që po në parlament. A mendoni ju se e keqja e asaj partie, vendosja e aksit e asaj partie ka si burim vetëm Edi Ramën? Mënyra se si funksionon ajo parti, ku të gjitha kompetencat praktikisht i ka marrë përsipër një njeri që është Edi Rama, do thotë që edhe përgjegjësi kryesor i drejtimit që ka marrë qeverisja e vendit dhe vetë funksionimi i saj si parti, pra është përgjegjësia e Edi Ramës, pra qartazi. Dhe nuk është thjesht problemi këtu për dallime konceptuale ose ideologjike, si më thënë, është ka të bëjë me faktin që devijimi ka ardhur gradualisht, sigurisht, po përmes influencës dhe ndikimit që kanë pasur grupimet caktuara, oligarkës siç i quajmë ne, tek vetë Edi Rama, dhe që kanë bërë që mbar ekonomia e vendit të devijojë në një drejtim të caktuar, në kapjen pra të ekonomisë së vendit dhe eventualisht të shtetit, pra të hartimit të ligjeve në funksion të tyre dhe jo në funksion të mirës të asaj që mund të perceptohet si e mirë publike. Dhe në këtë aspekt do thoja që edhe debati në parlament, në kuvend, pra nuk është një debat përmbajsor, një përplasje idesh, se duhet të jetë më mira, besoj unë për shqiptarë, por është kryesisht një qasje që qartazi kur vjen propozimi i një projektligji për shembull nga ana e qeverisë, kuptohet fare lehtë se për çfarë qëllimi hartohet, dhe në 90% rasteve është në favor të kësaj që quajmë oligarki ekonomike, dhe ajo që ngelet pastaj opozitës është thjesht të denoncojë, si thua, këtë drejtim që ka marrë qeverisja e vendit, në një fjalë. Megjithatë, teksa tentoni që ju ta ktheni baltën që vjen nga jush mbrapsht në qoftë në foltore, qoftë nga ulsja ku ju keni vendin në parlament, shoh që sulmoheni kryesisht nga të vjetrit. Dhe besoj çdo media e ka vënë re në formatet e programeve politike që shpresa që kishim tek të rinjtë e Partisë Socialiste është kthyer në një memecëri që nuk po prodhon diçka. Juve jeni pedagog gjithashtu. Ju shqetëson prania në parlament e thjesht emrave? Ditën e sotme apo djeshme mos gaboj, kryeministri Edi Rama nga përmeti filloi të fliste me diellën apo jo. Duke i drejtuar në Pogradec, pra duke i drejtuar pyetja asaj se çfarë mendonte
për ministrat e ndryshëm. Dhe mua më duket pikërisht sikur në mendjen e Edi Ramës, kabineti perfekt i tij do ishte një kabinet i përbërë nga shumë diella. Pra nga njerëz të cilët ose mundësisht programe AI të cilët i kthejnë ekon e zërit vetë, si thua. Njerëz që për asnjë moment nuk e sfidojnë qasjen e tij, mendimin e tij. Ti thon shkoj se këtu e ke gabim edhe për standardet e tua, si thua. Kështu që besoj që në këtë stad ku kemi arritur, ky është edhe momenti kur pushteti që duket sikur është absolut ose i përmbledhur në duart e një njeriu vetëm fillon të shpërbëhet nga poshtë, si më thënë, sepse kur dëgjon vetëm ekon e zërit tënd, atëherë pikërisht e ke humbur edhe, si thua, lidhjen me realitetin dhe me atë që kërkojnë realisht ose aspirojnë qytetarët e një vendi që udhëhiqen prej teje. Kështu që këtë gjë e shoh shpesh edhe tek kolegët e Partisë Socialiste, si thua, që pavarësisht moshës së tyre janë aty thjesht për të përçuar ose përforcuar, si thosh, ekon e zërit të Edi Ramës, që për më tepër duhet të përmendur që nuk vjen thuajse kurrë në kuvent, nuk është kurrë i pranishëm, pavarësisht se jemi republikë parlamentare dhe kryeministri do duhet ishte aty për të argumentuar, si thua, qasjet e veta. Aq më tepër në këto seanca të shkurtra kohore, ndryshe nga sa bëhej më parë ku kishte debat, kishte kohë për secilën palë, dhe sot duket se ka vetëm kohë për të votuar Partia Socialiste. Edi Rama dhe Pogradeci. Ndoshta zgjodhi një qytet shumë të urtë gjithashtu, ku e dinte që nuk do kishte kundërshti prania e tij në këto ditë të nxehta për pjesën ndërmuese të vendit, për të surprizuar në këndvështrimin socialist qytetarët me një tjetër platformë, pas asaj të bashkëqeverisjes, pas denoncimit për ndërtimet pa leje, një tjetër platformë që u propozua që prej thethit aso kohe. Kësaj radhe çdo kush do mund të shoh punimet e qeverisë, motivet pse kanë ngecur apo si po ecin dhe arsyen. Mirë po, çfarë nuk shkon sipas jush tek kjo platformë dhe forma se si qeveria përpiqet t'i afrohet qytetarit? Pikërisht pra, problemi nuk qëndron te platforma në vetvete, por tek ajo çfarë përfaqëson, si thua, platforma. Që në thelb është thjesht justifikimi për të thënë që duam të jemi më afër dhe më shpejt, si thua, tek problemet e qytetarit dhe tek dialogu, mund të themi shumë, me qytetarin, por që shqiptarët e kanë tashmë edhe një eksperiencë me eksperimentimin në këto platformat, pra siç e përmendet edhe ti, platforma e bashkëqeverisjes, Shqipëria që duam, ideja edhe e ministres Diella, pra është thjesht një lojë e cila në thelb nuk i ndryshon jo vetëm realitetin shqiptar dhe jo vetëm jetën e tij, po qartazi kuptohet që është thjesht një mënyrë për të tërhequr vëmendjen nga ajo që është thelbi i qeverisjes së Edi Ramës. Dhe thelbi i qeverisjes është kjo që kemi parë deri më sot, si thua, një ekonomi e bazuar kryesisht në dy shtylla, që ka qenë industria e ndërtimit, pra ndërtime pafund, duke janë anashkaluar edhe vetë gjitha institucionet shqiptare, pra për të ndjekur procedurat, lejet e ndikimit në mjedis, arkitektët shqiptarë, zgjidhjen e problemit çështjes së pronësisë tokës ku ndërtohet, shpeshherë shkatrimin e, si thua, objekteve që japin identitet shumë të qytetit, ka qenë rasti i teatrit kombëtar ose i stadiumit Qemal Stafa, për të ndërtuar kulla kudo. Ku ka pasur parqe, ku ka pasur hapësira publike të gjerbera, të gjitha kthehen në kulla. Pra një drejtim ka qenë kjo, dhe këtu pastaj duhet flasim edhe për aludimet për pastrimin e parave të drogës. Dhe shtylla tjetër ka qenë turizmi masiv. Turizmi i cili sigurisht që ka sjellur të ardhurat në vendin tonë, i cili është mirë për ekonominë, por ama janë dy shtylla ku nuk mund të vazhdojë pa qëndrueshme si model zhvillimor ekonomik në afat mesëm, le të themi, lëmë pastaj në afat gjatë. Kështu që nga ky aspekt do thoya që sado platforma të sajojë dhe të sjellë në vëmendjen e shqiptarëve Edi Rama, nuk besoj se thelbësisht ka për të ndryshuar mendimin atyre 100.000 protestuesve që në mes të qershorit e mbushën si asnjëherë më parë atë bulevardin Dëshmorët e Kombit. Më pëlqen që tek tuk nuk mund ta shmangni dot fjalën oligark. Dhe nuk është hera e parë. Unë ju kam ndjekur dhe në intervista të tjera, por natyrshëm pyes. Është lidhja Edi Rama oligark apo anasjelltas që është e keqja e këtij vendit, apo oligarkët janë thjesht persona që e dinë se pa Edi Ramën nuk mund të ecin përpara në biznes?
Është një pyetje shumë me vend dhe mua më vjen mirë që më jepet rasti ta shpjegoj sepse ajo që dua shpeshherë ngatrohet ndoshta në qasjen e lëvizjes bashk është ideja e oligarkut si një sipërmarrës i cili thjesht ka ca të ardhura më shumë se sa të tjerë, se i ka shkuar biznesi më mirë se sa të tjerë, që s'është fare kështu. Për mendimin tim, oligarkët nuk do duhet të ekzistonin në një shoqëri, por kjo s'do të thotë se duhet të ekzistojnë sipërmarrës të ndershëm, qofshin ata dhe mjaft të suksesshëm dhe të pasur si thua. Pra, pse them që s'duhet të ekzistojnë oligarkët? Sepse që nga përkufizimi i termit oligark bëhet fjalë për sipërmarrës me fuqi ekonomike, të cilët influencojnë politikat e një qeverie, jo në të mirët si të mirës publike, por për interesin e tyre privat. Dhe jo vetëm kaq, por që është në dëm të interesit publik. Dhe kur është në dëm të interesit publik, atëherë është problematik të cilin e vuajmë të gjithë së bashku. Po, por prap pyes, janë këta oligark që i mbivendosen qeverisë dhe kryeministrit në këndvështrimin tuaj, apo është e kundërta, që kryeministri po i përdor këta për të arritur vizionin e tij për Shqipërinë. Sepse nëse referohemi historikut të deri tanishëm dhe një libri të titulluar Albanian Files, këtu ka diçka që nuk shkon, sepse Albanian Files shkon për te oligarkëve. Apo nuk është kështu? Albanian Files është, si thua, ai që ka bërë Edi Rama, që ka qenë që të ndjek pikërisht të vizionin e ndërtimit të rezorteve mega luksoze dhe të kullave luksoze në sidomos në kryeqytet, duke përfshirë arkitekt të huaj, por që ndërkohë burimi i të ardhura që si thua ka shkuar për të investuar dhe për të ndërtuar këto vepra të mëdha inxhinierike ngelet gjithmonë i dyshimt. Dhe bëhet fjalë ose për përfitimin e disa oligarkëve ose për pastrimin parave të drogës, dhe këtë gjë nuk e them thjesht si dyshim që ngre unë, por nga dosjet hetimore të Spakut, pra që u bën publike, le të themi diku pikërisht nga mesi i qershorit. Jo, tani, por prap këmbgul. Po. Ju vërtet mendoni që janë oligarkët që i mbivendosen? Do thoja këtë gjë, që në radhë parë oligarkët kanë qenë aty disa prej tyre të paktën edhe para Edi Ramës, dhe kanë qenë ata që kanë luajtur rol për të influencuar edhe në qeverisjen e Berishës. Ajo që besoj bëri Edi Rama është që me ardhjen në pushtet në vitin 2013, me kalimin e kohës, sigurisht i bëri të tjerët, pra oligarkët i afroi rreth vetes vet, dhe që në atë moment gradualisht ndoshta ishte ai i cili kishte si thua mbivendosej në mënyrë më imponente ndaj tyre, por që sa më shumë varet pushteti i Edi Ramës nga ndikimi që kanë parat e oligarkëve, të medjave tyre, të momentin e financimit fushatës, tek ardhja në pushtet ose qëndrimi në pushtet i Edi Ramës, atëre kuptohet që bëhet fjalë për një lloj simbioze të një ekuilibri të brisht, pra që nga një anë edhe Edi Rama nuk guxon, le të themi, që ta prish muhabetin me oligarkët, nga ana tjetër dhe oligarkët, për shkak se kanë përfitimet e tyre nga qëndrimi në pushtet i Edi Ramës, dhe ata përpiqen të ruajnë një lloj kompromisi me të. Pra, është një simbiozë, do thoja unë, që qartazi shpeshherë ndonjëherë anon nga njëra anë, ndonjëherë nga ana tjetër, nuk e kemi të qartë për shembull si në stilin putinist, sepse edhe në Rusinë e Putinit qartazi ka një, le të themi, udhëheqës shteti që ndron mbi oligarkët, dhe këtë ka dëshmuar shpeshherë. Është një video shpërndarë së fundmi madje ku njërit prej kryesorëve në Rusia i detyron që të vijë dhe të firmos marrëveshjen me shtetin, sepse ashtu i vinte më përmbar atij. Redi, ju dhe Lëvizja Bashk keni tentuar të shkoni deri në fund hulumtimit se kush ndër oligarkët që quani ju është më i rrezikshmi për vendin? Me i rrezikshmi nuk them domosdoshmërisht vrasës, por ai që përthith më shumë të ardhura, monopolizon resurset edhe gjithçka që njihet në botën ekonomike. Përsëri është çështja që domethënë si do ta përkufizonim një oligark, është kjo që them me pak fjalë, ai që monopolizon resurset në ekonomi, pra, ose që nga ana tjetër përfiton edhe nga veprat infrastrukturore që mund të ndërmarrë një qeveri, pra, për të cilat paguan shteti shqiptar. Patjetër, po e di pse ju a bëra këtë pyetje? Sepse në çdo transmetim tjetër, unë shoh që nga Lëvizja Bashk tentohet që të emërtohen oligarkët. Dhe unë po ju a jap mundësinë që ju të shkoni dhe të shprehni deri në fund atë, dhe shoh që nuk po dilni dot tek një emër që sipas juaj është ai që ka
rrëmbyer më shumë lek nga buxheti i shtetit, më shumë pasurinën toksore apo mbi toksore shqiptare dhe që duket si një e keqe që mund të menaxhohet ndryshe, se nuk kam pse të shkoj. Unë mund të bëj një listë me emra, sepse më duket sikur duke fokusuar të gjithë problemin tek një individ i vetëm. Pra janë të gjithë të njëtrajtshëm lista me emra. Po, në qoftë se për shembull deri dje Samir Mane kishte minierën e Kromit, kryesore në Bulqiz. Pastaj ka përfituar nga veprat infrastrukturore të qeverisë me Linda Balluku me Edi Ramën, para atij edhe të Sali Berishës. Shefqet Kastrati për shembull ka monopolin e naftës. Gjithë naftën që ja hedhim makinave tona është naftë importuar nga Kastrati. Shkatrimi i rafinerisë së naftës së Ballshit për shembull është 1/3 e tregut shqiptar që zihet nga nafta shqiptare dhe që nuk zihet më. Pastaj mund të emërtoj tu plot oligarkë tjerë që janë këta, si thua, ata që i marrin gjitha tenderat publik të ndërtimit, qoftë nga fusha tek Sali Llari, tek nuk e di Ulaj, tek pra një listë gjatë, kështu që mund të rrim këtu gjatë për të thënë, po për të thënë se cili është më i ligur prej tyre nuk më duket sikur do arrim ndonjë përfundim. Po shumë kush me atë interesin e vet. Edhe në studion televizive un kam parë njerëz që kanë drejtuar gishtin edhe ndaj jush si një ndër oligarkët e këtij vendi. Më pëlqen qasja që keni tek përgjigja që doni t'i jepni çdo kujt që përpiqet ju bëj pis. Dhe jo më kot ju kam sot këtu, sepse unë vërtet ju kam vlerësuar kur ju shoh që vozisni qoftë me biçikletë, por shumicën e kohës në këmbë, aq më tepër në këto ditë nxehta dhe ju nuk keni asnjë biçikletë elektrike, sikurse sot është bërë udhës ndër pjesën ndërmuese. Jam kundër idesë biçikletës elektrike, po ky është mohabet tjetër. Po, sepse ndoshta dikush do ju akuzoj tani që jeni kundër zhvillimit. Çfarë marrëdhënie ka Redi Muçi me elektoratin e tij? Do thoya që përpiqem maksimalisht që kemi një marrëdhënie të drejtë për drejtë, për shembull numri im i telefonit është i hapur në rrjetet e mia sociale që mund të më kontaktoj në telefonin tim personal kushdo. Përpiqem maksimalisht që të mos ndryshoj asgjë në mënyrën time të jetesës, në atë që kam bërë para se të vendosesh në pozitën e deputetit të Shqipërisë, që nga përdorimi i biçikletës deri te veshja ime të gjithçka që ka të bëjë me jetën time të mëparshme dhe që vazhdon të jetë shpresoj e njëjta për një kohë të gjatë. Dhe që atë punë që kam bërë kur kam qenë thjesht një aktivist i thjeshtë i Lëvizjes Bashkë pra në qasje ndaj njerëzve, ndaj problemeve të tyre, ndaj tentativës për të jo thjesht për të dhënë një përgjigje si thua që ti ngushëllosh, por për të përpjekur që së bashku në organizime si për të gjejmë një mënyrë. Jo të ndjesh hallin vetëm, por edhe të gjesh një zgjidhje, sepse shpesh herë problemi shoh unë me mënyrën se si çfarë ka qenë figura e deputetit dhe vazhdon të jetë për fat keq në Shqipëri është që thonë që shko me një telefon unë ta zgjidh hallin. Po si funksionon ka kështu? Nëse nuk funksionojnë hallkat dhe institucionet publike të cilat qytetari duhet të ndjek për të shkuar në fund problemit vet, pse u dashka që këtë gjë ta zgjedh ose ta zgjidh pra deputeti dhe telefoni i deputetit. Kështu që qasja jo nga qenë gjithmonë mënyra se si duhet organizuar komuniteti, nuk e di, sindikata, grupet studentore për të ushtruar presionin e dur për të arritur të zgjidhja, më shumë se sa për të hequr sikur zgjidhjen e kanë në xhep deputeti, si thua. Më shumë se zgjidhja e deputetit, ne shqiptarët të dim të gjykojmë nga mënyra si përshfaqemi. Dhe deri më sot paktën në historinë e Shqipërisë është mësuar që deputetët kur vinë kanë një makinë të madhe, vishen me kostume të shtrenjta, mbajnë parfume të markave të njohura e shumë çka tjetër. Redi është njeri i zakonshëm. A ju ka bërë kjo të humbisni pikë në sytë e shqiptarëve vetëm pse dukeni sikur s'keni rregulluar veten, apo ajo shprehje o doktor shëro veten dhe pastaj të tjerët? Në radhë parë unë duhet të them që sigurisht që duke qenë unë vetvetja besoj se i flas një pjesë ndoshta të elektoratit që është pjesa më rinore, do thoja unë, më pak tradicionale,
me idenë e politikës, me idenë e politikanit se çfarë duhet të jetë dhe se si politikani do duhet ta shpërfaqë statusin e vet apo jo edhe nëpërmjet mënyrës së veshjes ose siç theti parfumit shtrenjtë e makinës e me radhë me radhë. Më duket se në politikën bashkohore gjithnjë më tepër me politikanë të rinj që kemi parë dhe në botën perëndimore shkohet drejt të qenit vetvetja dhe kjo rezonon më shumë tek një pjesë e elektoratit të rinjve dhe që shpresoj shumë që mos keq interpretohem në këtë që jam dhe në këtë që shfaq si thua në jetesën time të përditshme sikur po e bëj në mënyrë të qëllimshme si pjesë e një strategjie kështu për të hequr sikur dua vishem kështu, por nga ana tjetër jam ky oligarku që i kaloj pushimet nuk e di se ku domethënë. Sepse ekzistojnë dhe teori të tilla me pak fjalë, por që mendoj që ashtu siç Lëvizja Bashk synon të jap një qasje modernizuese le ta themi në politikën shqiptare, kështu jo thjesht unë, po kushdo prej nesh në Lëvizjen Bashk kemi aq më tepër duke qenë edhe një subjekt i majt, kemi qasjen për të qenë si thua sa më pranë qytetarit edhe në mënyrën se si sillemi vet, pra pa qenë e nevojshme që të reflektojmë një lloj pushteti ose një lloj superioriteti të rrem sigurisht që tentojnë të bëjnë shumë prej kolegëve të mi në kuvend. Sa antar ka Lëvizja Bashk? Po tashmë duhet të jemi diku te 10.000 antar, domethënë 10.000 në Shqipëri dhe në diasporën. A është shtuar numri me protestën në bulevard? Po. Me protesta ka pas një efekt pozitiv në qasjen ndaj Lëvizjes Bashk përgjithësi dhe edhe ndaj antarësimeve eventualisht. A jeni ju ndër organizatorët e protestës? Jo, as pak, në asnjë ditë kemi qenë organizator, po do thoya që organizator të mirëfillt protesta nuk ka pasur, ka pas grupime të ndryshme që merrin përsipër, le të themi, detyra të ndryshme logjistike, që duheshin çuar përpara. Kemi parë nga pikërisht ata që janë grupi i mikrofonit për shembull që ka pas një konsistencë të admirueshme për fakt që ka qenë çdo ditë i pranishëm në organizimin e protestës pranë në shesh, ndërkohë që roli i Lëvizjes Bashk ka qenë thjesht aty për të mbështetur protestën, për të qenë përditë sigurisht i pranishëm protestë si grupim, me korin ton, me banderolat tona, me thirrjet tona, me qasjen ton, për të tërhequr si tush sa më shumë njerëz që duan të jenë pjesë e protestës dhe për të dhënë një lloj ngjyre protestës që një lloj. A ka thirrje në protestë që nuk i shkojnë përshtat profilit tuaj apo që ju si deputet i Lëvizjes Bashk nuk e gjeni të përshtatshme të thirrjet në bulevard? Shiko, vetë fakti që protesta përbëhet nga grupime, nga qasje me ide nga më të ndryshmet, sigurisht do thotë që disa prej tyre nuk na pëlqejnë neve ose ndonjë prej thirrjeve tona nuk mund t'i pëlqejë dikujt tjetër. Megjithatë që të ri dhe të komentoj se cila thirrje më duket e papërshtatshme, nuk më duket diçka që si thua jashton pjesëmarrjen protestës, po po ju a lehtësoj unë pyetjen. A jeni dakord ju me burgosin e Ramës dhe Berishës që kërkohet në të? Do thoja që nëse flasim në terma ligjor, qartazi kompetencën për të çuar në burg çdo prej qytetarëve të Shqipërisë se kanë sistemi gjyqësor apo jo. Por që të hetohen, të merren si të pandehur nga spaku dhe të përballen me drejtësinë, për këtë sigurisht që jam dakord. A mendoni ju që SPAK po bën sa duhet punën e tij? Sa duhet në pritshmëritë që kanë shqiptarët. Sa duhet nuk është pritshmëria jonë, se ne kërkojmë dhe qiq ranhell, por sa duhet në bazë të kapacitetit njerëzor dhe efektit kohë, se këto janë dy boshtet në të cilat lëviz. Shiko, këtë është e vështirë realisht që ta vlerësosh. Me fjalë, kushdo domethënë që ka një mendim të vetin sa i përket vështirësive objektive me të cilat përballet sistemi i drejtësisë, qoftë SPAK-u, qoftë GKK-ja, është vështirë të gjykohet nga jashtë, si thua. Sigurisht pritshmëritë e njerëzve janë ato që janë dhe sigurisht. Po që se sa është në çpies janë të realizueshme apo jo për të çuar përpara një hetim për shembull ose për të marrë pandehur figurat të politikës shqiptare, është vështirë ta thuash se sa këto gjëra mund të realizohen dhe sa janë të pamundura aktualisht me fjalë. Kështu që prandaj është pushteti i pavarur. Cila është pjesa më frymëzuese sipas jush e kësaj proteste? Atëre, fakti që kjo është një protestë e paprecedent në skenën 35 vjeçare shqiptare me një fjalë për disa arsye, sepse mund të hiqen disa paralele qoftë me
protestën kundër importimit të armëve kimike në Shqipëri, qoftë me protestën studentore vitit 2018, por duhet kuptuar që këto ishin protesta specifike të një tematike specifike, prapë. Kërkonin diçka aty për aty të nga vetë qeveria, qoftë edhe studentorja që ishte në lëmin, le të themi, të arsimit. Ndërkohë që protesta që nisi me ngjarjen e Zvërnecit nuk kufizohet vetëm tek projekti në Zvërnec, pra pikërisht sepse që në ditën e parë është kërkuar dorëheqja e qeverisë, sepse Zvërneci në një farë mënyrë përfaqëson gjithë modelin për mbledh brenda saj gjithë që nuk shkon me qeverinë e Edi Ramës, që nga çështja e pronësisë së banorëve lokal, me atë që pretendon se është banori legjitimi tokës, tek burimi i financimit, tek ndërhyrja, le të themi, në një zonë mjedisore ambientale të mbrojtur, pa bërë asnjë studim, pa i dhënë llogari askujt, tek rrethimi me telmi gjëma pa marrë leje, tek mënyra se si u sollën këta që u quajtën polici private, nuk di se çfarë, me banorët lokal, pra tek paaftësia dhe mungesa e ndërhyrjes së policisë së shtetit që ishte atë ditë e pranishme në protestë, pra të gjitha këto bashk në një farë mënyrë përbëjnë modelin tipik që e ka karakterizuar qeverisjen e Edi Ramës në këto 13 vite. Dhe përjedhoi protesta në vetvete ka mbartur që nga dita e parë, si thash, thirrjen për dorëheqjen e qeverisë dhe për shpërbërjen e këtij modeli politik dhe vendosjen të një standardi të ri në politikën shqiptare, që do ishte standardi kur përmes protestave masive qytetare kemi dorëheqjen e qeverisë dhe hapjen e procesit zgjedhor, të zgjedhjeve parakohshme. Pra, këtë gjë nuk e kemi parë në këto 35 vjet dhe nëse realizohet nga protesta do ta konsiderohet si një standard të ri. E qartë. A ka një të përngjashme mes Baksriollit dhe Zvërnecit apo janë raste të veçanta? Padyshim që sigurisht që ka. Dhe unë do thoja madje që rezistenca që kanë bërë banorët e Baksriollit ndaj si thua pretendimeve të tyre, pra se ngjashmëria e parë është e fakti që si banorët në Zvërnec ashtu dhe ata në Rjoll pretendojnë se kanë të drejtën mbi pronësinë e tokës dhe të dyja palët ose të dy grupimet, dy komunitetet janë prej vitesh të zvarritura për gjykatat në shkalla të ndryshme, nga shkalla e parë në apel e me radhë, dhe që ndërkohë përmes ligjeve që të hartuara nga qeveria e Edi Ramës i është dhënë prioritet, si thua, investimit që do bëj për një projekt të madh njëri apo tjetri, ndërkohë që banorët ngelen, si thua, me gishtin në gojë. Dhe fakti që banorët e Rjollit kanë reaguar në atë mënyrë që kanë reaguar, si thua, për muaj e muaj të tërë, pra fakti që janë përballur edhe me policinë private, edhe me policinë shtetërore, për atë që ata e konsiderojnë të drejtë tyre, besoj se ka qenë një faktor kyç dhe pozitiv që të sjell reagimin e qytetarëve të Zvërnecit, e banorëve të Zvërnecit, pra dhe eventualisht reagimin e qytetarëve të Tiranës në protestën që tani po shkon mos gabojnë ditën e 87. E qartë. A keni ndonjë të përbashkët ju dhe Partia Demokratike? Ju në kuptoj lëvizjen? Po në çfarë aspekt, për shembull? Në parlamentarizëm, në kauza? Shumë e vështirë që të djesh në gjë të përbashkët, qoftë në parlamentarizëm, për faktin që Partia Demokratike shpesh herë unë kam quajtur një lloj kështu radikaliteti i shtirur, pra, sepse fakti që përplasen edhe me forcat e gardës në parlament, fakti që duke vepruar në mënyrë antiparlamentare, le të quajmë kështu, pezullojnë ose ndërpresin seancat plenare kur duhet vlende më shumë argumenti i forcës dhe jo forca e argumentit, forca e argumentit dhe jo argumenti i forcës. Bën që mos gjejmë ndonjë pikë kontakti, po nga ana tjetër edhe në politikat e tyre, edhe në rastet ku kanë organizuar ata vetë protesta, pa fakti që protestat gjithmonë mbylleshin me molotov, që mund të duken si një akt më radikal. Në fakt, më radikal rezulton një protestë paqësore qytetare që vazhdon për një kohë të gjatë, që përmban brenda saj grupime ndryshme, sesa protesta në partia politike që her pas here si thua inskenon edhe skena dhune, me një fjalë. E qartë. A gjeni ju të përbashkëta mes opozitës demokratike dhe mazhorancës socialiste? Ashtu si thash pak më parë që ekziston një simbiozë mes pushtetit Edi Ramës dhe oligarkisë, jam i bindur që ekziston një simbiozë mes Edi Ramës dhe Sali Berishës. Pra kjo simbiozë qartazi dëshmohet edhe në parlament, por do thoya që tashmë Edi Rama është i sigurt në faktin që pra i kohë sa alternativa kryesore ndaj pushtetit të tij është Edi Rama, ka një bazë mbështetësish
të sigurt, pra, të cilët për shkak të asaj që ka përfaqësuar Sali Berisha në vitet e qeverisjes së tij do votojnë gjithmonë Edi Ramën, dhe që unë besoj edhe që Berisha e ka kuptuar tashmë se nuk mund realisht ta sfidojë ndonjëherë pushtetin e Edi Ramës dhe që ka pranuar të jetë në rolin e partisë kryesore në opozicië, si thua, në parlament, dhe të her pas here të inskenojë këto skenat e përplasjes, si thua. Dhe në këtë simbiozë, këto dy forca që kanë qenë në politikën shqiptare për 35 vjet, synojnë të vazhdojnë të jenë. Dhe sigurisht që ndjehen të sfiduar, do thoja unë, nga hyrja në skenë e partive treja politike, një prej tyre siç është Lëvizja Bashkë. Redi Muçi, shumë faleminderit që ishit sonte. Ishte kënaqësi për mua. Uroj të jeni ndjer komod në formën e pyetjeve që u parashtrova dhe pse jo, ju mirëpres sërish në të ardhmen. Me shumë kënaqësi. Faleminderit edhe një herë. Qëndroni, sepse do të flasim pak tani më shumë për opozitën dhe mazhorancën dhe atë që prodhoi apo u përshfaq në takimin e Pogradecit. Na ndiqni.